Ish ministra të ekonomisë të Maqedonisë së Veriut që nga viti 2012 dhe zyrtar të tjerë janë ndaluar nga policia e vendit ballkanik në kuadër të hetimit që po vijon për tragjedinë e 16 marsit, ku si pasojë e zjarrit që ra në klubin e natës Pulc në Koçan, humbën jetën 61 persona dhe u lënduan rreth 200 të tjerë. Mes të ndaluarve janë ish ministrat e ekonomisë antar të Partisë Shqiptare BDI Valon Saraçi dhe Bekim Neziri. Ministri aktual pa portofol dhe ish drejtori i Drejtorisë për Mbrojtjen dhe Shpëtim i Partisë së Forcave Demokratike të Romëve, Shaban Saliu, si edhe drejtori aktual i Drejtorisë Xhevat Selami i koalicionit Blen, pjesë e qeverisë së kryeministrit Hristian Mickoski. Ndërkohë që i dyshuar është edhe ish ministri i ekonomisë Driton Kuçi, edhe ai antar i BDI-s dhe aktualisht ambasador në Norvegji. Me urdhër të prokurorit publik po zhvillohet një aksion për ndalimin e disa personave me qëllim zgjerimin e hetimeve për zjarrin në Koçan, raportoi të jenë shprehur për disa media vendase burime nga Prokuroria Publike e Maqedonisë së Veriut. Hetimet për tragjedinë e Koçanit u përqendruan fillimisht tek 30 të dyshuar, ndërsa tashmë pjesë e tij janë bërë edhe 23 të tjerë. Por aksionin policor ku ndaluan ish zyrtar të saj si edhe të forcave të tjera shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim tashmë në opozitë cilësoi si një sulm ndaj popullit shqiptar. Në mënyrë të njëanshme, ministri i Brendshëm dhe prokurori i shtetit kanë drejtuar hetime kundër shqiptarëve që kanë qenë pjesë e institucioneve të sistemit në çfarëdo forme dhe çdo kohë, shkruhet në deklaratën për shtyp të BDI-s.